duke falenderu të gjitha ata që në këto qaste në gjendën pranë, në mënyra të ndryshme si Kishë Katolike, për humjen e bariut tonë Papa Franceskut, konferenca i pejgjore Shqipërisë njofton se ditën e ajte, me datën 24 prill në orën 18, në katedralën e Shën Palit në Tiranë, do të kremtohet mesha për shpirtin e Papa Franceskut. Në këtë kremtim, do të marrin pjesë të gjithë i pejgjvejt e dioqezave në vendin tonë dhe janë të ftuar të gjithë besimtarët që të na bashkohen në lutje për shpirtin e Papa Franceskut, që aq shumë e deshti vendin tonë. Delegacioni zyrtar që do të marrë pjesë në varrimin e Papa Franceskut dhe që do të përfaqësoj kishën tonë lokale, do të përbëhet nga Shkëlqësia e tij Zot Giovanni Peragjine, arqipeshkëv metropolit i arqidioqezës Shkodër-Pult dhe sekretar i përgjithshëm i konferencës i pejgjore të Shqipërisë. Shkëlqësia e tij Zot Arjan Dodaj, arqipeshkëv metropolit i arqidioqezës Tiranë-Durrës. Nunciatura apostolike, pra ambasada e Selisë Shenjtë në Tiranë, do të presë ngushëllimet e rastit në datat 23 dhe 24 prill në oraret 10 deri në 12:30 dhe nga 14 deri në 17 masditës. Ashtu si që një ndjeni nëpërmjet medjave, mesha e varrimit Papa Franceskut do të mahet shtunën me 26 prill në orën 10 në Bazilikën e Shën Pjetrit për të vazhduar më pas sipas testamentit që vetë Ati Shenjtë ka lënë të shkruar.